Policia rrugore e Shkodrës është e pranishme 24/7 në të gjitha akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Akset po monitorohen pa ndërprerje me pajisje të logjistikës bashkëkohore, të loguara dhe të pa loguara, me qëllim menaxhimin e trafikut dhe evidentimin e shkeljeve që janë burim aksidenti apo që bën pengesa për qarkullimin. Gjatë këtij muaji janë arrestuar 6 drejtues mjetësh dhe janë proceduar penalisht 12 të tjerë për veprat penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe janë vendosur gjithsej 4997 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Kontrollet nga policia rrugore do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur.